Si drejtuese ekzekutive e Partisë së Punës së Shqipërisë, një organizatë që historikisht ka vënë në themel të filozofisë së saj shtetformuese parimet e përgjegjësisë publike, disiplinës institucionale dhe mbrojtjes së interesit shoqëror, shfaqjes së zonjës Belinda Balloku në ambientet e Prokurorisë së posaçme kundër korrupsionit SPAK përbën një moment të rëndësishëm dhe domethënës për mënyrën se si funksionon sot drejtësia në vend. Ky veprim nënvizon se procesi i llogaridhënies mbetet një shtyllë themelore e shtetit ligjor dhe se institucionet tona janë të thirrura të garantojnë që çdo person me përgjegjësi publike të njohështrohet ligjit në mënyrë të barabartë dhe të ndershme dhe të paanshme. Partia e Punës së Shqipërisë, në rrjedhën e traditës së saj të gjatë në drejtimin të ndërtimit të standardeve të qarta etike dhe organizative, e ka konsideruar gjithmonë si detyrim të pashmangshëm faktin që zyrtarët të lartë të demonstrojnë transparencë dhe qartësi në raport me institucionet e drejtësisë. Shfaqja e një ministri apo ish-ministri në SPAK nuk duhet parë si një goditje publike, as si një spektakël mediatik, por si një rezultat i një procesi ligjor që kërkon të sqarohet dhe të përmbushet në funksion të interesit publik. Për këtë arsye, ne i japim rëndësi të veçantë faktit që institucioni i drejtësisë të veprojë pa ndikime të jashtme dhe me profesionalizëm të plotë, duke u ndërvarur vetëm nga faktet dhe provat. Në këtë kuadër, theksojmë se çdo hetim dhe një figure